Vizita e paralajmëruar shumë herë e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić në Moskë po shihet me shqetësim për shkak të pasojave të mundshme për rrugën europiane të Serbisë. Vendimi për të marrë pjesë në paradën e ditës fitores kundër fashizmit më 9 maj, Vučić e bëri të ditur në fillim të muajit mars, pas një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Nëse Vučić udhëton në Moskë, ku do të takohet për herë të parë fizikisht me Putinin, që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, kjo do të kishte pasoja serioze për procesit e integrimit europian të Serbisë, vlerësoi diplomatin pension Srećko Jukić. Kjo mund të jetë e dobishme për regjimin serb, por nuk është as pak e tillë për rrugën europiane të Serbisë, as për Bashkimin Evropian si një entitet i fuqishëm ekonomik dhe politik në arenën ndërkombëtare, dhe sigurisht as për vendet e tjera kandidate për antarësim në Union, shpjegoi Jukić duke theksuar se pas vitesh balancimi mes perëndimit dhe lindjes, rruga europiane e Serbisë është seriozisht e komprometuar. Ai gjithashtu vlerësoi dhe thotë se në rast të shkuarjes së Vučić në Moskë duhen pritur veprime të caktuara nga Unioni Evropian dhe pse jo dhe nga Amerika. Ne me kaq shpërmbyllim të nderuar teleshikues, bashkëjemi sërish nesër me tjera zhvillime.